Deklaratat e komisioneres për zgjerimin e BE Marta Kos, se zgjedhjet në Shqipëri ishin të lira dhe të ndershme, u komentuan sërish nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Duke cilësuar si pasionante, Berisha u shpreh se qasja e Kos nuk pasqyrohet njëjt nga Bashkimi Evropian. Unë përshëndes si deklaratën e komisionit, ashtu dhe deklaratën e ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu 2 ditë më parë, të cilët e lanë një deklarat apasionante atë të Marta Kos, të pa baza, sepse s'ka diskutim që institucionet ndërkombëtare, shtetarët, diplomatët dhe të gjithë janë të detyruar kur flasin për zgjedhje të marrin parasysh atë çka thonë institucionet e besimit të ngarkuara për vëzhgimin e tyre. Në konferencën për mediat, lidhur me takimet e Ervin Saliani dhe Ilir Ali Mehmetit, kryedemokrati sqaroi se do të dëgjohet çdo zë brenda forumeve të partisë, por takimet private nuk do të merren për bazë. Asnjë takim privat nuk më impresionon. Asnjë takim privat. Absolutisht. Ndërkohë, do ndëgjohet çdo zë brenda forumeve. Ky besoj, kjo është detyra ime. I pyetur nëse është takuar me Ilir Ali Mehmetin, Berisha theksoi se kanë zhvilluar një takim, ku ka folur dhe për çështje të përgjithshme. Ilir Ali Mehmetin e kam pritur, ka kërkuar takim dhe e kam pritur. Antari kryesisë Saliani nuk ka kërkuar. Ali Mehmeti ju ka sjell ndonjë propozim, platform, për çfarë keni biseduar? Asnjë platform nuk ka sjell, kemi bërë një bisedë. Kreu i PD thosë se do të jenë strukturat e partisë që do të caktojnë qëndrimin, që do të mbahet ndaj të ashtu quajturve tradhtar, që sollën në humbjen e zgjedhjeve të opozitës më 11 maj.